Përshëndetje miqtë mi të çmuar. Sot është dita që unë dua t'i lutem Perëndis për ty dhe familjen tënde, sepse prej 7 ditësh tashmë unë bashkë me kishen lutemi, agjerojmë për veten tonë, familjet tona, por në mënyrë të veçantë gjithashtu lutemi për ju dhe familjet tuaja. Andaj qëndro me mua për një moment, sepse dua që t'i lutem Perëndis, por dëgjoj se çfarë thot Jezusi, Zoti ynë, tek Luka kapitulli 10 vargu 19, ai thot kështu: Ja ju dhash pushtet mbi të shkelin mbi gjarprinjt dhe akrepat, dhe mbi çdo pushtet të armikut, asgjë nuk mund t'ju dëmtoj. Haleluja. Miq, ne kemi pushtet dhe autoritet nga Jezusi që ne të jemi duke shkatëruar me besim çdo lloj pushtetit satanik dhe demonik. Qëndro të lutemi së bashkut. Zoti Jezus, mikun që ka ndaluar, familjarët e tij, unë i sjell përpara fronit të Atit nëpërmjet frymës shenjtë tani, dhe në emrin e Jezus Krishtit shpall që ti, Zoti dashur, ke shkatruar çdo gjë në të shkuarën e tij që mban peng për të ecur në të ardhmen, dhe ti do të shkatërrosh çdo gjë që djalli është duke përgatitur në të ardhmen e tij që ta pengojë, dhe ti, Zot, do t'i japësh atij liri dhe familjarëve të tij. Unë shpall nëse është i sëmur, shërim në emrin Jezus, e nëse është i shëruar, unë shpall mburojën e Krishtit në emrin Jezus, lutem. Amen. 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 Lavdi Zotit Jezus. Mik, sot është ditë e diel, është data 15 shkurt. Unë do doja që ti ta shpërndaje këtë kohë lutje, këtë moment lutje, dhe nëse nuk ke bërë akoma follow të profilit tim, bëj follow për video tjera. E deri nesër, unë të paqja e Perëndis zotroft mendjen, shpirtin, zemrën dhe trupin tënd. Mirupafshim.